Tani, diskutim për veriun, për Sërbë, kemi pas na me ndërkombëtarët edhe gjatë luftës. Atëherë, po thoni që kjo ide ka ardhur nga ndërkombëtarët? Jo, neve kemi garantu në luftë, edhe mas lufte, që të drejtat e minoriteteve në Kosovë do t'jenë të zbatuara më mirë se sa që janë me ligjet ndërkombëtare. Kjo ka qenë... Dhe është inkorporuar situash në pakon e Atisarit? Në përputhje me këtë, edhe pakoj Atisarit, ju ka dhënë një mundësi Sërbët Kosovës për të integru në Kosovë, jo për të shkput. Dhe nëse bazohemi ne në marrëveshjen e Brukselit, nëse bazohemi në bisedimet e Vjenës, nëse bazohemi në të drejtën e Kosovës, në kufi që i ka pas si krahin autonome atëherë, dhe de facto si shpequin disa titis që po thojnë imi kanë të panvarun krejt, por ka qenë ndame si territor, atëherë Kosovës me ligjin ndërkombëtar është njoftë e drejta për pavarësi brenda kufive të saj. Dhe vendimet, qëndrimet ndërkombëtare, vendimi i gjykatës ndërkombëtare të Hagës, që veçujmë në GND, është përvalon mbi gjitha këto diskutime që i bojmë neve. Ne kemi një garanci të fort ndërkombëtare sa i përket veriun, kemi garancin e NATO-s që nuk lejon me u fut dikush me forcë në Kosovë, dhe ne duhet të prodhojmë politika të interesit Kosovës. Krimi duhet luftohet njësoj si në Prishtinë, si në Mitrovic Veriu, si në Leposaveq. Nëse kthemi retrospektiv, e tëra ka filluar kur është synuar të zbatohet marrëveshja për targat, nëse na kujtohet kështu.